Spaku tani avokat mund të marrë një masë ndoshta më të rëndë ndaj saj, sepse u rikthyen detyrë. Mos është rreziku i prishjes provave që detyron Spakun që të marrë një tjetër masë? Pa dyshim që pra të është kthyer në detyrë që ajo të mos lërë asnjë provë, po Spaku, ato prova që mund të prish ajo sot, duhet i ketë marrë që dje. Kur them dje, jo dje si ditë kalendarike, po në të kaluarën. Pra, ka marrë prova, ka dokumenta që ajo ka vjedhur, ka shpërdoruar detyrën, ka tjetërsuar, çfarë kanë bërë? 60 milionë e tunel bie fjala e tjera, ku i ka? Nëse ka ato, atëherë Spaku duhet të arrestonte, jo ta pushonte, ta arrestonte, se ai duhet të arrestohet në flagrancë. Arrestohet në flagrancë, në kushtet e flagrancës. Dhe jo ministri tjetë ajo, po tjetë vetë kryeministri, vetë presidenti, kur ka vjedhur, kur është kapur në flagrancë me një vepër penale, automatikisht arrestohet. Por në Shqipëri ka një gjë. Në Shqipëri nuk arrestohesh sepse ke dy rrugë. O do rrish në karriken e që t'jep kryeministri, o do vesh në burg. Të një të gjë më të Enver o në karrike, o në plumb. Pra është po ajo parti. Nëse gjykata kushtetuese do ishte kaq e bindur që kjo masë duhet pezulluar për momentin, pra pezullimi dhe Zoja Balluku duhet rikthehej detyrë siç u rikthye, pse nuk e hoqi edhe masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit? Polici, gjykatat, prokurori, kuvendin, shtetin, presidentin, të tëra i komandon vetëm një dorë. Dhe është Edvin Kristaq Rama. Dhe të gjithë do bëjnë ato që thot Rama, ka mbaruar ajo punë. Askush të mos shpresoj dhe të mos mendoj që do bëhet drejtësi dhe gjykatat mund të vendosin të pavarura. Është e pamundur. E pamundur. Është vendosur. Po në fakt gjykata kushtetuese në këtë rast faktikisht i bie që pezulloi Spakun. Një goditje fort për drejtësinë e re kjo. Nuk pezulloi Spakun, pse ku e pezulloi Spakun, se s'po kuptoj. Po masën edhe Spaku. E rrëzoi Spakun, jo e pezulloi. Ai pezulloi, e rrëzoi, domethënë deri sa të shpallet vendimi në datë 22 janar. Pra, pezulloi pezullimin. Pra, gjykata kushtetuese rrëzoi Spakun me urdhër të kryeministrit. Rrëzoi kërkesën e Spakut dhe të gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit me urdhër të kryeministrit dhe gjykata kushtetuese veproi me urdhër, nuk veproi me ligj dhe me të drejtë. Për të vetmen arsye dhe themelore që çështja që shkoi në gjykatën kushtetuese nuk shkoi kot. Shkoi që të merrte bulën e duhur që i interesonte kryeministrit. Nuk mos shkojmë më tutje, kemi problem tjetër akoma më të rëndë, shumë herë më të rëndë për Shqipërinë. Do shkojnë në gjykatën e Hagës për detin. Ne, zotëri, jemi në sundimin e një personi të satrapit të vendosur nga Bilderbergët, i cili nuk pyet për askënd. Nuk pyet për askënd, dhe mbështetjen e ka atje. Nuk e ka këtu. Evropa do bëj ato që thonë masonët dhe shoqatat e masonëve që qeverisin gjithë botën. Nuk ka në Shqipëri drejtësi dhe nuk ka në Shqipëri demokraci. Demokracia ka vdekur. Ka vdekur sepse nuk të njeh njeri pronën, nuk ta kthen pronën, ta merr pronën me makinacione të ligjshme. Pra, s'ka, mos prisni, i nderuar gazetar, mos prisni drejtësi nga kjo situatë që kemi sot në Shqipëri. Avokat, fakti që tani Belinda Balluku rikthye, por vendimi përfundimtar për këtë çështje, nëse gjykata ka drejt pezulloj një antar të qeverisë, do jepet në 22 janar. A do të thotë që vendimet që do marrë tani deri në 22 janar zonja Balluku, qoftë se kemi një tjetër vendim nga kushtetuesja, i bie që të jenë të pavlerëshme? Si është në ana? Ju e dini mirë. Ja po them unë, në radhë të parë deri tani Belinda Ballukut nuk ishte provuar asnjë
vjedhje, asnjë shpërdorim. Thjesht janë akuza të pa argumentuara dhe të pa vërtetuara. Kështu që gjykata e Tiranës, gjykata kundër korrupsionit, duhet patjetër që të kishte një dokument, një provë në dorë që kjo zonjë ka bërë këtë shpërdorim ose ka bërë këtë vjedhje. Kjo gjë nuk është bërë. Këtu ka përfituar Edi Rama dhe GKK-ja nuk e ka bërë se nuk e dinte. Po e ka lënë evazive, domethënë që ta hequr nga dera ime pa dhe të bëj ku dojë pastaj. Dhe tamam këtë lojë kanë bërë. Gjykata kundër korrupsionit me gjykatën kushtetuese kanë bërë lojën që i intereson Belinda Ballukut dhe kryeministrit. Se deri tani nuk na është thënë çfarë ka vjedhur kjo zonja. Po ato që dolën mesazhet, komunikimet, urdhërat që këtë tender Mesazhet nuk janë provë, zotëri. Provë janë letra, dokumenta, çfarë dokumente ka ku, çfarë ka marrë, çfarë ka dhënë, ku i ka dhënë. Po dokumentat janë sipas mesazheve që janë shkruar, është provë kjo? Pse si nxjerrin? Po, patjetër, prandaj nga do një vim do shkojmë te provat, pra te letrat. Ka letra që kjo ka vjedhur? S'dim gjë. Ja, nëse dini ju. Jo, unë s'di gjë se është prezumimi i pafajësisë që ka dalë në media. Shtypi deri tani nuk ka asnjë gjë në dorë nga prokuroria, nga hulumtimet që janë bërë, nga informacionet që janë marrë, nuk ka asnjë provë në dorë që ajo të ketë shkelur ligjin.